Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Ja 6 arsyet përse ju dridhen duart. Mund të vëreni dridhjen e duarve në mëngjes kur po pini kafen apo po shkruani mesazhe në telefon. Nuk jeni të vetmit. Dridhja e një pjese të trupit, njohur ndryshe si tremor, është një nga çrregullimet më të zakonshme të lëvizjes, ku zakonisht shfaqet tek duart. Çfarë shkakton këtë dridhje? Duke filluar nga teprimi me kafeinën deri te sëmundje të tilla si Parkinsoni, dridhja e duarve mund të vijë si pasojë një sër shkaqesh të fshehta. Ja cilat janë këto shkaqe. Tremor qendror. Deri tani është forma më e përhapur e dridhjes kronike të duarve, më shumë se 1 në 25 persona, apo 4% e popullsisë në të gjithë botën, vuajnë nga kjo gjendje. Tremor qendror është një formë e dridhjes që shfaqet kur doni të kryeni një punë apo veprim të caktuar me duart. Për shembull, nëse ju dridhen duart kur po shkruani në telefon ose një letër, ose kur po merrni kripën apo po mbani një gotë me ujë, të gjitha këto janë tregues të kësaj forme të tremorit. Mund të jetë e lehtë, thuajse e padukshme, ose aq e shpeshtë sa ju pengon në përditshmërinë tuaj. Ka një mënyrë të thjeshtë për të kuptuar nëse ajo që po përjetoni është tremori qendror. Pini një pije të fortë alkolike. Nëse nuk keni më dridhje, diagnoza është tremor qendror. Nuk dihet saktësisht se çfarë shkakton tremorin qendror. Dihet vetëm që trashëgohet në familje, prandaj mund të jetë gjenetike, por nuk dihet shkaku i vërtetë i tij. Mund të lidhet me mënyrën se si një pjesë e trupit që kontrollon aftësitë motorike gon dhe merr informacione. Tremori qendror zakonisht fillon në njërën dorë, zakonisht në dorën e djathtë dhe më pas kalon në dorën tjetër. Rreziku rritet me kalimin e moshës, megjithatë, dridhja e duarve mund të shfaqet në çdo moshë. Sëmundja e Parkinsonit. Dridhja e duarve e lidhur me sëmundjen e Parkinsonit quhet ndryshe tremor çlodhës, sepse shfaqet kur duart nuk janë në lëvizje. Për shumë pacient, dridhja filloi si një lloj lëvizje e pavullnetshme me zgjishti të madh dhe tregues. Parkinsoni është një sëmundje neurodegenerative ku qelizat të caktuara nervore vdesin gradualisht. Kjo çon në mungesë të substancës dopamine në tru, që nga ana tjetër shkakton ndritje dhe simptoma të tjera motorike, si tik nervoz facial, posturë jo të drejtë dhe vështirësi në të folur. Sëmundja e Parkinsonit zakonisht shfaqet pas të 6 jetave, edhe pse 1% e vogël e pacientëve e zhvillojnë edhe në moshë të re. Aktualisht nuk ka ndonjë kur për Parkinsonin, megjithatë mund të ndihmojnë ilaçet dhe aktiviteti fizik për menaxhimin e saj. Stresi. Çdo person ka një formë të lehtë të padukshme të tremorit që vjen si pasojë e rrahjeve të zemrës, qarkullimit të gjakut dhe funksioneve të tjera në trup. Kjo quhet ndryshe tremor psikologjik, por si pasojë e gjendjeve të caktuara shëndetësore, kjo formë e tremorit mund të bëhet më e dukshme. Një nga këto situata, periudha të gjata të stresit apo të ankthit. Nëse ju dridhen duart apo zëri sa herë duhet ta mbani një fjalim në publik, mund të jeni duke përjetuar këtë formë të tremorit. Mund të jetë shqetësuese apo sikletose në varësi të situatës. Nëse ndjeni që kjo formë e dridhjes e shkaktuar nga stresi është shumë problematike për ju, flisni me mjekun. Aktivitetet që lehtësojnë stresin, si meditimi, yoga apo dëgjimi i muzikës, si dhe ilaçe kundër ankthit, mund t'ju ndihmojnë. Teprimi me kafeinën. Ashtu si stresi, edhe teprimi me kafeinën mund të shkaktojë dridhje të duarve. Nëse vëreni që pas konsumimit të kafes ose llojeve të tjera të kafeinës keni dridhje duarsh, mund të jetë e nevojshme që të kufizoni konsumimin e kafes. Ilaçet. Ashtu si stresi dhe kafeina, edhe disa ilaçe, sidomos ato të astmës, mund të shkaktojnë dridhje të duarve. Nëse keni dridhje pas përdorimit të një ilaçi të caktuar, mjeku mund t'ju ofrojë një ilaç alternativ që nuk do t'ju shkaktojë dridhje. Lodhja. Një tjetër shkak i tremorit psikologjik është edhe lodhja. Nëse jeni lodhur për shkak të mungesës së gjumit, apo sepse keni kryer një punë shumë të lodhshme dhe raskapitse, si lodhja muskulore edhe plogështia,
lidhen me dridhje të duarve ose pjesëve të tjera të